Gjatë një periudhe kohe të gjatë nuk është se nuk kam punuar. Merrsha vetëm kështu me piktura për qef, si ta themi me porosi, apo në për kopshe. Kam bërë te kopshi 42, po kam bërë piktura murale te kopshi, më kërkonin zyshat e Gocës, mbasi kur linda Gocën. Me thënë punoja në mënyrë private, si ta quajmë kështu. Thënë kur në një moment të ngushtë ekonomik, mbasi kisha dhe burin pa punë, kur krova familje, ishte edhe i pa punë, edhe unë pa punë, dhe u detyrova se s'futësha kur, do me thënë që të bëja një punë jashtë profesion. Dhe sa kohë do bë tani që punon aty? 10 vjet. 10 vjet. Si në maj, pra nise sa për të kaluar një periudhë? Nise sa për të kaluar një periudhë, pastaj ngeca. Mbasi edhe aty puna ishte shërbim qeveritar, normale, dhe ishte me evente, kupton ti, ishte një punë e bukur, po e lodhshme, me të çike edhe vështirë. Me thënë... Po sot po ta kishe zgjedhur, do vazhdoj më të punoje aty? Me zgjedhjen tënde? Jo, tani më pëlqen për faktin që është bërë dhe Art Explorer, e kupton ti, dhe ka dhe artista dhe aty gjej veten, do me thënë, ose kur janë xhiruar filma, e kupton ti, kanë bërë këngëtar edhe të njohur, që kanë bërë Kë ke takuar nga këta të njohur? Ky Renis Gjoka, me Aleksandr Gjokën, ai ka qenë i pari që ka bërë një kështu me rock. Një klip aty. Klip, me rock në fillim fare. Cilat janë pikturat e tua këto? Piktura ime është... Jo, kjo që është më e vjetër. E cilit viti është ajo? E vitit 94. Në 94? 94-ës. Kush është vajza në... Tashi, faktikisht këtë e kam pas në një ekspozit në përmet, edhe gjithë thoshin që kë ke pikturuar këtu. Po që duhet ke bërë, edhe qeshin nga që motra ime ka pas një trup të bukur, edhe thoshin ke bërë trupin e motrës dhe kokën e kushurirës. Në fakt, është marrë, do me thënë, pjesë do me thënë nga njerës, po edhe është ilustruar ndryshe. Me thënë është bërë në një perëndim dielli. Interesante. Po unë këtu kam pak piktura, nga që thash punoj jashtë orarit punës, edhe nuk është se më ngelet shumë kohë, ose të shtunave të dielave që punoj. Kurse kjo është tani një çik më kontemporane, e kohës më moderne. Ti u linde, më the, dhe u rrita në Përmet. Deri në cilën moshë? Deri... Deri 35 vjeç. Deri në 35 vjeç qëndrove në Përmet? 30. Nuk e mendove asnjëherë ta lije Përmetin? Jo. Pse? Po më ka pëlqyer qyteti im, me thënë është një qytet i qetë, i bukur, me njerëz të mirë, edhe nuk kam dashur, nuk jam larguar, do me thënë që të them të kemi ikur jashtë shtetit, asnjëherë kam ikur vetëm si turiste, të them, në Greqi, ku s'ka përmetar që mos të shkoj në Greqi, edhe familja ime nuk ka ikur ndonjëherë. Nuk janë larguar asnjëherë? Jo. Se ke menduar pra kur emigracionin? Jo, nuk më ka pëlqyer. S'kam dashur të iki larg familjes asnjëherë. Si ka qenë kjo periudha të punuarit me artin dhe me artistët, dhe më pas punuarit më pas me shërbimin? Kur ka qenë shërbim qeveritar, normale, që ishte një çik më me emocion ajo puna, se që me njerëz të rëndësishëm, si ta quajmë. Për shembull, kujt i ke shërbyer? Të gjithëve, Kujt? Të gjithë deputetët që kanë qenë, ju kemi shërbyer. Po figura ndërkombëtare? Po kanë ardhur më plot, kush i ban mend tash edhe ndërkombëtare, gjithë të deputetët tanë që kanë qenë, me radhe me sër, kemi ndes dhe Oxhaqet. Unë kam bërë dhe pjesën duke ndes dhe Oxhaqet, për të qenë ambienti sa më romantik në dimër flasë. Kurse ka qenë një çik më strikte ose më me stres puna është kjo. Ka pasur bukurit e veta, e kupton ti normale. Çfarë detyre ke patur ti aty? Vetëm shërbimin? Po, punëtore të tëra, ne i bëjmë gjitha gjërat, për shembull dhe shërbimin, punën, pastrimin, arretimin. Pra ti ke parë të gjitha vilat qeveritare? Po, gjitha. Cila është më e bukura për të?
Për këtu është kjo Vila Tërtenjë ku unë jam. Për mua kjo Vila e ngjelet Diktatorët. më e bukura. Është më madhështore, ka më hapësirë, ka më frymëmarrje.